Sot është 15 qershori dhe këtu jemi mes zemrës arbresh, mas dashnorëve të vdhëut ton, ato që përjetësisht e mbajnë dhe do ta mbajnë gjithmonë trashëgimin ton kulturore dhe mi gjitha Gjergj Gjon Kastriotin, Skënderbeu në zemrën e tyre. Përshëndesin gjithë publikun shqiptar me një këngë të bukur arbreshe. Për ju miqtë e mi. Okej. Nemi. Moti që ish një herë kur vëtiza mira dushim shumë më mira u bate moti që ish një herë kur vëtiza mira dushim shumë më mira. Direkt në Kosovë, jemi në portat afër Prishtinës, jemi në qytetin e Kastriotit, apo si quhet dhe Obiliq. Këtu janë të gjithë miqtë tanë të ardhur sot sepse është inauguruar për herë të parë komuna e këtij qyteti, ka vendosur që të përkujtoj betejën e famshme të fushë Kosovës, ku arbrorët tanë patën rolin kyç në përplasjen që u bë me parandorinë oskurantiste otomane. Kanë ardhur pra nga gjitha trevat për të festuar sot këtë eveniment shumë të rëndësishëm që është një gur themeli në historinë tonë, lufta e fushë Kosovës të 15 qershorit 1389. Faleminderit dhe ju përshëndesim të gjithëve.